Ngone që të sen me vëmendje, se e di që sot ka me pas shumë interpretime, shumë muhabete, po që kjo është shumë e rëndësishme. 48 deputet i ka vetëvendosja. 3 nisma që bojnë 51. 11 janë të komuniteteve pa listën serbe, që po bojnë 62. Heqja Adem Hoxhiqin, që është i afërt me listën serbe, janë 61. Pra kurti kur është nisë sot në kuvend, u nisë që i ka 61 numra. Po kur u votu ai momenti procedural për me vazhdu mu konstituu kuvendi, kurti i pat veç 52 vota. Ku janë edhe 9 vota tjerë? Pse mungojnë edhe 9 vota? Kush janë qëtu 9 vota? Qëtu 9 vota janë komunitetet jo shumicë, përveç Emilia Rexhepit, e cila votoi pro, që është në këtë 52-shin, po 9 që mungojnë janë të komunitetit. Jo shumicë që është edhe Elbert Krasniqi që është ministri, është edhe Nenad Rashiqi, është edhe vetëm Berisha, janë kejtë që ta që kurti ju ka thonë flasim apet. Si pas informacionëve që ne i kena pas edhe dje, edhe pardje, edhe sët, edhe si pas mesazheve që i pom në kuvend që shkryshin telefon me njëni tjetrin, Albin Kurti, këtyne pjestarëve të komuniteteve, këtyre 9 persona, bile edhe Emilia Rexhepit, 10 për tyne, ja u kalon krejt qelë. Si me thonë, i ka thonë njëjtit person, po ty të bëj minister, i ka thonë edhe tjetrit po edhe ty. I ka thonë zëvendës minister i arsimit, i shëndetësis, edhe ty, të dëvet, pastaj ju ka thonë flasim apet. Kur këta 9 persona jënë taku, edhe kam pyet njëni tjetrin, çka ju ka premtu kurti, këta e kam pas për plot dikastere përgjigjen e njëjtë. Mu më ka thonë zëvendës ministër në shëndetësi, edhe mu më ka thonë shëndetësi. Atë ka thonë ty folim apet, po mu më ka thonë folim apet, edhe mu më ka thonë folim apet. Kur këta e kam pas që kurti po dën me i mashtru, këta kanë vendos mos me avotu as qatë aktin procedural, as mos me lon me konstituu kuvendin, se le mo me votu qeverin. Pra, momentalisht, kurti i ka 52 vota, i mungojnë 9. Nuk po thëmë që s'kam i bo 61, se besoj që kam i bo. Po në që të hapësirën kohore, prej 52, dhe i t'i bën 61, te për pazare ka. Shumë pazare, dhe shumë pazare nalt ka një mojtë qëta 9 persona që s'ja votun as aktin procedural. Tjetra që pritet me ndodhë është kryesuesi i kuvendit Avni Dehari tha se e presim një përgjigje prej presidentës për çish me vazhdu tutje. Po këtu nuk ka punë fare presidentja, pasi presidentja e ka kry funksionin e saj, po i takon kuvendit të Republikës Kosovës këtë seancë të pezullume, të pauzume me thirr përsëri edhe ato jo ma vonë se 48 orë. Brenda 48 orëve duhet me u thirr seanca e re. E për këto 48 orë kurti duhet me dhonë dërheqje prej kryeministrit. Jo këtë dërheqjen që e dha, se kjo dërheqja që e dha është vazhdim i asaj që ka qenë, pra qeverinë i largim. Po kur sot kanë shku në deputet, Albin Kurti, kur sot ka shku në kuvend, e kanë nënshkru proces verbalin si deputet i kuvendit Kosovës. Pra ajo është deputet i kuvendit Kosovës, nuk mundet më konë edhe kryeministër i Republikës Kosovës, së mundet më mojtë të dy funksionet. Çka duhet me bë Albin Kurti? Nëse është institucionalist dhe nëse mendon që duhet me e zhblloku procesin, është me dhonë dërheqje edhe me jalon kryeministrin Zavend Siti, në këtë rast Besnik Bislimit, deri në qeverinë e ardhshme. Po për me i marrë votat për qeverinë e ardhshme, duhet me i bind këto 9 persona që janë minoritete, e cilët me gjas pazarin kanë me qu shumë nalt.